Mirë, jam në studio me Mentor Kekin, gazetar analist mik i studios. Mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio Mentor. Mbledh qeverin, mbledh grupin parlamentar të premten. E shes si një rutinë apo dhe një trysni nga zhvillimet e fundit, duke përfshirë dhe protestën të? Tash nisëm nga agenda, duket një mbledhje që përkon me mbylljen e këtij sesioni parlamentar, dhe padyshim me një përgatitje për sesionin e ardhshëm të vjeshtës, por duke patur parasysh temperaturat, ja vetëm të stinës, por edhe temperaturat politike që diktohen nga një protestë që po vazhdon prej më shumë se 50 ditësh, normalisht që agenda nuk do të jetë vetëm një analizë e përmbylljes së sesionit parlamentar, por një këndvështrim i gjithë situatës në të cilën ndodhet mazhoranca socialiste dhe qeverisja e saj. Padyshim që dy pikat e parë në agjendë janë protokollare. Ajo që mbetet pastaj është fjala e Ramës nëse do të adresoj ndonjë prej çështjeve, pra do të ketë në i përpjekje për të reflektuar, për të parë tek vetja, pra tek qeverisja, probleme, apo sërish do të orientohen dhe organizohen njerëzit në Partinë Socialiste për të kundërpërgjigjur protestës, duke patur parasysh se 3 javë më parë ishte e njëjta mbledhje e grupit parlamentar, kur Rama gjatë gjithë fjalimit të tij gati 90 minutësh ju sul protestës, ju sul metodologjisë së luftës hibride në rrjetet sociale dhe algoritmit të famshëm. U kuptua që në atë kohë nuk kishte absolutisht asnjë shans që qeveria të kthente kokën nga vetja për të lexuar diçka ndryshe në raport me këtë protestë, por duke parë se si kanë evoluar ngjarjet deri sot, nga para 3 javë nga mbledhja e fundit e këtyre strukturave deri sot, nuk pres që të ketë sërish reagime, por përtej kësaj pres një kundërsulm tjetër, pasi protesta në një farë mënyre nuk është më ajo para 3 javëve për shkak të verës. E qartë, mirë, protesta ka reduktuar në numër. Ka dhe grupime të ndryshme, ka dhe njerëz që flasin në mënyrë të lirshme, mund të ketë edhe njerëz që futen enkas për të folur ashtu. Ne nuk e dim, është një protestë në bulevard, po që një manifest në bulevard mund të kesh të gjitha. Por nuk mohohet dot, sado i natë apo sado kundër protestës të jem palët, nuk mohohet dot që kjo protestë është sot në ditën e 5. Për 52 ditë me radhë, ka njerëz që dalin dhe kërkojnë tërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Një kërkesë e tillë, sado zëra të diskutueshëm të jenë ata që e thonë, në fillim ishte cilësia e mirë, dolën qytetarët, bulevardi era parfum. Qytetarë janë tani, nuk ajo retorika në pak padyshim pra që është. Më pak në numër etj etj. Thelbi mbetet aty. Mendon që në fakt Rama po elaton pak gjuhën, filloi të bëjë një diferencim, thot flamingot e mirë, ka një vend gjithmonë për diskutuar me flamingot e mirë, me ata njerëz që vërtet mendojnë për mjedisin etj etj. Janë këto sinjale dhe ndoshta kjo e premte mund të sjellë dhe një mesazh më të mëndafsht, le të themi kështu, për njerëzit në shesh. Shiko, pas mbledhjes para 3 javëve, po e theksoj këtë sepse në atë mbledhje Rama pranoi publikisht që i kishte rënë mbretëria e kontrollit mbi komunikimin në rrjetet sociale. Të cilin e kishte ai. Ai ishte absolut kontrolli, kishte kontroll mbi këtë mënyrë komunikimi. Aty pranoi që i kishte rënë kjo mbretëri, i kishin futur ujë të gjitha vrimat e mundshme të anijes dhe të tjerë njerëz kishin marrë frenat në dorë të këtij komunikimi masiv. Besoj që Rama e di më mirë se kushdo, edhe sa ata që janë protest, edhe ata që nuk janë protest, se çfarë po zhvillohet në këtë ngjarje, në skenë dhe në prapaskenë. Por një gjë është shumë e lexueshme. Rama tashmë si pjesë të strategjisë së komunikimit, sepse gjitha kjo luftë komunikimi. Si pjesë e strategjisë së komunikimit, po përpiqet të ndajë
protestën në 2 faza, në 2 grupe. Ajo që u qytë faza parë, kur kishte më shumë njerëz, kur kishte gra me karroca me fëmijë, kur kishte fëmijë që edhe pse ka prap të tillë në shesh, por numri ka rënë, Rama të po e quhen protestën qytetare, protesta e njerëzve që interesoheshin dhe shqetësoheshin për mjedisin. Dhe tashmë, protesta nuk është më ajo. Është ngushtuar, ata kanë ikur në shtëpi, kanë vetëm një grup radikalësh, kanë vetëm një grup të cilët janë bler, janë përdorur, janë kontrolluar nga edhe jo konform asaj kornizës politika e tjera. Por, nëse kthejmë pak kokën pas, kuptojmë që edhe kur ishte në rrugë, në shesh, në bulevard, kjo protesta qytetare, e bukur, e mirë, me parfume antidjerës, Rama ishte po ky. E qartë. Madje më jashtë për atëherë. Po të kujtojmë festimet për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, ku çdo javë bëhej nga i fest qytet në qytet, Rama në sken interpretonte influencerët. Ashtu e nisi, po pastaj u zbut. Gocat e rrjeteve sociale, me i talte, i bullizonte, nuk kishte asnjë shenjë që Rama ta konsideronte këtë protestën një faktor. Por, kur protesta u shndrua realisht një aktor të rëndësishëm politik, ai fillimisht u trondit. U trondit dhe urdhëroi të tjerët të sulen me të njëjtat armë. Profilet në rrjetet sociale. Përsëri. Tani, po përpiqet që ta ndaj këtë grup që kanë mbetur në shesh, nga ai grupi i madh qytetarëve të cilët janë apo nuk janë më aty, duke fillimisht ishin pro Grekut, pastaj pro Serb, pastaj Irani, pastaj Rusët e Kinezët, e dikush ka ngelur më, dhe në fund tashmë u kthye tek armjeku i tij historik dhe shumë i dashur, Sali Berisha. Tani po i quan thjesht njerëzit e Saliut, sepse mbaruan armiqtë e jashtëm. Nuk i ngjit kjo. Padyshim që nuk i ngjit, por Rama do patjetër që ata njerëz janë në rrugë, mos i quaj njerëz të qytetarë të pakënaqur me qeverinë, po t'i quaj patjetër me një mision caktuar, nuk ka rëndësi. Dhe i fundit njëri që nuk i del fiasko për konflikt politik është Sali Berisha, dhe tashmë ka mbetur ke Berisha. Por, unë besoj që ajo që do mund të zhvillohet më tej, është që Rama në vend që të përpiqet të lexoj diçka, dhe në kushtet kur ati nuk i mbetet asgjë për të negociuar, sepse kërkesa është një dhe vetëm një dorëheqja e tij dhe pastaj sa të tjera nga mbrapa. Rama do përpiqet që të bëj atë që politikisht ka ditur ta bëj shumë mirë, diversionin politik. Po, ecën diversioni politik me këtë proteste, cila mund të ketë dhe anarshi brenda, mund të ketë edhe një fjalor të papërshtatshëm këto ditë, duket sikur po shpërbëhet pak dhe nuk e dim do vazhdoj po në gusht. Ecën do diversioni sepse kjo protest deri tani ka vërtetuar një gjë, asnjë ur komunikimi, si me Ramën si me Berishën, e baraz larguar nga politika. Berisha fton të vetë të shkonin në protest, por asnjë nga kupola e PD-s nuk guxon do të shkojnë protest. Le të shkojnë protest, aty është protesta, si të PS, si të PD-s. Unë kam parë kanë shkuar. Jorita Tabagu ka qenë, Klevis Balliu ka qenë, nuk e di, një numër deputetësh. E vërtet është që ka figura të caktuara, por jo është bërë thirrja që në fillim, jo në logon e partive, këtu vini si qytetar. Shiko, baraz largimin e politikës, protesta e ka kërkuar me ngulm që në fillim dhe u krijua një distancë e tillë. Në këtë rrethan, bëjnë do diversion si Berisha, si Rama? Berishës nuk i intereson të bëjë diversion, sepse nëse aty ka një shprehje Rama-Burg, Berisha-Burg ishte dhe ndër të burgut është, sepse Berisha është në gjyq. Dhe nesër s'është çudi që gjykata të japi një vendim kundër tij. Ndaj, në këto kushte, një parti opozitare që deri dje ishte në rrugë duke kërkuar të njëjtën gjë, nuk i falet as politikisht as moralisht që të heshte apo të mos mbështeste këtë protestë. Kështu që mendoj që do duhet jetë aty. Edhe nëse nuk është me të gjitha energjit, prap është. Aty janë edhe partitë të tjera të vogla. Dhe një nga arritjet, nëse do të quajë të tillë, të kësaj proteste, është që përbashkoi faktorën opozitar.
Po të kemi parasysh që para zgjedhjeve të 2025-s dhe para zgjedhjeve të pjesshme në Bashkinë e Tiranës për kryetar bashkie që më pas u anulluan për shkak të rikthimit në detyrë të Erion Velis, pati përpjekje serioze për t'i bërë bashkë të gjithë aktorët opozitar, nuk u bën dot. Kjo protestë i bërë, janë aty në shesh, edhe pse mund të mos e dua njëri tjetrin, mund të mos kenë asnjë lloj qasje ideologjike apo personale për të bashkëpunuar, prap janë aty. Janë të gjithë bashkë. Dhe protesta ja ka dalë deri tani që të shmang faktorin partijak, jo faktorin politik, sepse ajo protestë është politike, është thellësisht politike. Derisa kërkesën e parë ka dorëheqjen e qeverisë dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Do ta faktorizonte më shumë dalja e një formacioni politik më vete, apo do jetë më gjatë kështu siç është? Nëse nga protesta do të kishte lindur një strukturë politike, protesta do kishte mbaruar, sepse e para nuk është fitore në këtë vend që të krijohet edhe një parti e 178 ose 77 janë. Një parti krijohet shumë thjesht, shkohet në gjykatë me 3000 firma, i kanë gati avokatët ato letrat mjaftojnë t'i printojnë. Por nëse do të ndodhte kjo, nga protesta automatikisht do largoheshin faktorët të tjerë partijak. Në qartë. Dhe tjetra që është më rëndësishmja, nëse dikush do ketë ndërmend aty që me këtë protestë të krijojë një formacion politik, të di që jo të gjithë ata që janë aty janë votues të këtij formacioni të ri. Aty ka në mënyrë absolute votues Partisë Demokratike, votues të kësaj partie ka dhe votues Partisë Socialiste, por që në fund mendojnë që Rama duhet ikë tani sepse ka gjithmonë një fund. Për këtë arsye, një parti e re nuk do mund të prodhojë asgjë të re. Ajo që shikoj me një lloj trishtimi, po të them, është fakti që e gjithë kjo sken prej 50 e ca ditësh e lirë, ku gjithkush mund të shkonte dhe të fliste, ku gjeti vend të fliste edhe më idioti dhe më i pa edukati. Nuk u bë dot, le të themi, një zbulim. Në dy parti të mëdha, sot kriza më e madhe është kriza e leadershipit. Nuk ka njerëz që të mund të shikohen si pasues të denjit të Edi Ramës dhe Sali Berishës. Dhe ndaj në të dyja partit është shprehja e famshme, ja i ku ky, po kush do vi. Sepse këta janë treguar shumë të kujdesshëm që të mos lënë askënd poshtë tyre të rritet si një kandidaturë mundshme për t'i zëvendësuar. Aty ka shkret. E arritën këtë të dy. Kush tenton, kush mendon që mund t'i zërë vendin, vetë përjashtohet, ikën. Nuk ka më, mbaruan dhe ata. Dhe ky shesh mund kishte shërbyer që gjatë kësaj kohe, me artikulimin, me retorikën, me fjalorin, me karizmën, me idetë, të mund kishte lindur 1, 2, 3 apo një klasë njerëzve që të thuheshin, po, ka ca njerëz aty jashtë, që janë më të mirë se sa kjo klasë këtu. Për fat keq, kjo nuk ka ndodhur. Po, sikur kjo protestë të prodhoj disa formacione politike, vlen? Nuk i prodhon dot. 2, 3. Jo. Qofte edhe 5 Stelet si në Itali. Nuk i prodhon sepse partit vogla, parti kështu. Kaluan, nëse do kishte patur, do kishte shkrepur Gjekundi, do kishte shkrepur. Dhe shkrepja unë quaj që 2-3 individ të kishtin spikatur aty, që të fitonin admirimin e publikut, që të thoshin edhe ne që jemi këtu në këtë studio, drejtjet e ahaj, pas këtij programi që jemi tash, do dalim dhe ne atje në rrugë, sepse boll me këtë aman, sepse kanë dalë 2-3 element të ri. Por, se cili prej nesh që është i gatshëm të mbështes diçka të re që do të japi fund kësaj status quo-je dhe këtij leadershipi politik që sundon në partitë e tyre dhe jo drejton, prap themi, po kush, hedhim syt dhe nuk e shikojmë atë frymëzuesin. E qartë. Ne për pak do të lidhemi me protestën, me sheshin, atje ku zakonisht mblidhen protestuesit, rreth kësaj ore se diçka më vonë se dhe temperaturat janë të larta këto ditë. Megjithatë, mendon që po degradon protesta, ndoshta duhet mbyllet edhe të rifillojë në shtator? Degradim është fjalë me konotacion shumë negativ. Protesta padyshim që është reduktuar në numër, por ka një gjë që është vërtet shumë e bukur. Protesta më për mua nuk janë thjesht një grup njerëzve që kanë dalë në rrugë. Protesta tashmë është një institucion. Ne tani po flasim për protestën. Aty mund të jenë qoftë edhe 100 vetë. Kudo flitet për protestën. Protesta
arriti të përbashkoj faktorën opozitar, protesta arriti të heq licencën Partisë Demokratike si organizmi politik i vetëm që është në gjendje apo arrin të organizojë protesta qoftë paqësore, qoftë të dhunshme. Protesta arriti që të tregojë që kur qytetarët bëhen bashkë, janë një faktor opozitar edhe më i madh se çdo faktor opozitar politik. Protesta arriti edhe një gjë tjetër shumë të madhe. Zgjoi dhe stimuloi një opozitarizëm qytetar, i cili është qindra herë më i madh se sa numri i tyre që dalin në rrugë. Ndaj them që nëse flasim për protestë, nuk janë vetëm ata që dalin. Jo, e kuptoj këtë. Janë ata njerëzit që i përshëndesin nga dritaret, ata njerëzit që kur bëj ai marshin ishte emocionuese. Shumë të tjerë që marrin kurajon dhe janë unë shpenzoj kohë për të ndjekur komunikimin në rrjet, se ky është zanati im. Dhe shikoj kaq shumë njerëz të cilët nuk janë thjesht kundërshtar që shajnë dhe bërtasin, po ka kaq shumë njerëz të cilët nuk duan më të vijohet në këtë linjë, në këtë... Jo, e kuptoj këtë, por, mentor, ka eludimet dhe fillojnë spekulimet kush mund të organizoj protestën. Dhe protesta është e kuruar, është një protest që ka për ditë një foni, është një protest që ka parrulla, ka pankarta, pra ka një logjistik. Cili do që merret me protesta në këtë vend, e di shumë mirë që të gjitha këto janë kosto financiare dhe protestuesit, ata koordinatorë, ndoshta një transparencë të tillë në një moment X duhet ta bëjnë. Mendojnë që me ta zëm përfundon kjo protestë, e arrin dhe qëllimin, rrëzohet qeveria, Rama, vjen dikush tjetër, do t'jetë e vetme në llojin e saj, apo krijoj një kulturë kjo protestë, që nëse gjërat nuk shkojnë në këtë vend, njerëzit dalin në shesh të lirë për të thënë jo, kjo gjë nuk shkon. Kjo proteste ka transformuar mënyrën e të bërit politik në Shqipëri. Edhe sikur të mbyllet sonda dhe ato 10 njerëz që ne pam tani në ekran të ikin në shtëpi, unë besoj që protesta do mbetet në histori si reagimi qytetar më i rëndësishëm që nga 1990-a. Bilet sa 90-ën, se 90-ën ishin shërbimet e huaja që apo vetra Mizalia që nxiti organizoi të famshmin revolucion që s'u bë kurrë revolucion. Pra, protesta e ka prodhuar precedentin e reagimit qytetar në mënyrë absolute. Por, nëse do shkoj më tej, nëse ajo do të mund të imponohet deri në dorëheqjen e qeverisë, kjo do të ishte historike. Por gjithsesi, vazhdoj të mendoj që protesta ka arritur një gjë të madhe në raport me objektivin e saj final. Qeveria është vërtet në këmbë nga ana kushtetuese, sepse qeveria rrëzohet vetëm kur humb zgjedhjet ose kur ka një mocion mosbesimi në parlament me shumicë votash, por ai e ka shumicën, nuk lëviz. Kishte në ato javët e para ide që mund të dilnin disa tek tuk të krijonin në IP, pasi unë mendoj që Rama dhe Berisha kanë arritur të krijojnë grupe parlamentare solide, duke mbajtur... Spiropali nuk e llogarit? Duke mbajtur edhe vetes dy kategori të vjetrit, të cilët ja kanë parë hiring kësaj pune, kanë bërë plaçk dhe përpasoj janë të detyruar të rinurt, janë dhe kategoria tjetër e të rinjve të cilët janë katapultuar pa kontribute politike, pa lodhje, pa asgjë fare. Dhe ata janë thjesht mirënjohës deri në përullësi tash dhe s'u shkon mendje që ta bëj këtë. E vetmi shpërthim, vetmi mutacion ishte këtu Neumalsoria e Shkodrës, e cila iku dhe për arsyet e saj. Tani, ajo që... Pse është mangë? Spiropali nuk të duket? Në atë që u publikua si mocioni Spiropalit, unë kam bajtur në fakt qëndrime sa herë Spiropali ka shkruar, dhe kam ndjekur me shumë vëmendje për të arritur të kuptoj nëse në këtë iniciativë ka një gjë përtej inatit të një njeriu të cilin thjesht e shkrakojnë nga detyra dhe nuk i del e keqja. Ka më shumë se sa kaq një vizion të vetë këtij njeriu i cili në një moment caktuar tërhiqet nga bashkëpunimi
dhe kupton që gjëja që ka bërë nuk ka qenë e duhura, ose nëse pas këtij individi ka një forcë ka 2-3 emra apo njerëz, po. Quhen konspirative, kështu nga këta si që të mësojmë ne, jo ambasada, jo shërbimi e tjere. Deri tani nuk kam parë asnjërin prej këtyre. Sepse ajo që lexova dhe në dokumentin e fundit që publikoi të quajtur mocion, tek Spiro Pali ka munguar deri tani ndjesa për shqiptarët, për atë që kjo vetë ka bërë. Spiro Pali është një kontribuese shumë e rëndësishme në rilindjen, nëse do ta quajmë kështu, Partinë Socialiste të epokës së Ramës. Ka një përgjegjësi jashtëzakonisht madhe dhe nëse ajo mendon që 27 gjëra që kishte renditur nuk shkojnë mirë, ka një përgjegjësi edhe ajo dhe fillon rruga e re, kontrata e re, fillon duke ju përulur njerëzve edhe që të kanë votuar, edhe që presin me njërin sy mbyllur dhe tjetrin hapur për të parë nëse do shkëndi ndonjë gjë këtu, i thuash që unë kam gabuar në këtë gjë. Dhe tjetra, mocioni i Spiro Palit fillonte me Shqipëria është mirë, Shqipëria po ecën, institucionet funksionojnë, ekonomia po rritet, demokracia po zhvillohet. Po kemi nevojë për një gjë tjetër, e kuptova. Jo, nëse është kështu, të gjitha këto tjera nuk janë të nevojshme. Ama nëse janë të nevojshme këto të tjerat, nuk është kështu. Dhe sërish një gjë do duhet të funksionoj kur shikohet realitetin e sy. Ti nuk mund të thuash që ekonomia po rritet, demokracia po përparon, institucionet funksionojnë dhe pastaj thuaj që ne duhet ta përmbysim tet. Jo, duhet thuash të vërtetën, të jesh i sinqert me veten edhe me qytetarët. Nëse do fillonte kështu, do mund të mendonim që ka një përpjekje për ta çuar më tej. Dhe fundit është që ky mocion, edhe pse formalisht u drejtohet organeve drejtuese të partisë, unë besoj që është nonsens që ti pret që partinë ta demokratizojnë këta që e drejtojnë. Ata të shumë mirë se do të thot një parti demokratike, që si bëhen zgjedhjet, si zgjidhen forumet drejtuese, nëse do donin ti bënin, do i kishin bërë, s'ka nevojë ti kujtosh ti tani me një mocion. Kështu që deri tani nuk shikoj, apo mund të jenë hapa që po hidhen me shumë kujdes për të mos krijuar zemërim aty brenda, apo mos me kriju lut bryla. Shpërtimi kontrolluar, mirë. Shkoj në protestë Sara Demushi na bashkohet për të kuptuar se si është atmosfera apo si po zhvillohet kjo ditë 52 e protestës, po Sarat përshëndes. Ju përshëndes nga sheshi Skënderbej, ku jemi duke pritur që të bashkohen edhe protestues të tjerë gjatë ditës së 52 të protestës, e nisur që prej fundit të majt e vazhdon edhe deri në fund të korriku që jemi aktualisht. Deri në këto momenti janë 10 qytetarë të cilët janë bashkuar protestës ditën e sotme, në fakt Mirela, edhe pse temperaturat në këto momenti që ne flasim shënojnë 33 gradë Celsius, temperatura shumë të larta, kjo duket se nuk i kanë dalur qytetarët për ta vazhduar revoltën e tyre, ku ata janë pranishëm tashmë çdo ditë në protestë. Do presim edhe për disa minuta për të nisur marshimin në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe për të ndalur më pas te kryeministria. Unë doja që të përcjelja në këto momente pamje të drejtë për drejta nga sheshi Skënderbej, atje ku është duke u bërë edhe grumbullimi i qytetarëve. Janë këto pamjet e drejt për drejta që jeni duke parë në këto momente nga sheshi Skënderbej, ku janë disa qytetarë të mbledhur deri në këto momente, ku ora shënon 19:34 minuta dhe vetëm pas pak pritet që të nisë edhe marshimi. Si që jeni duke i parë edhe nga këto pamje, ka disa thirrje që janë duke u bërë nga ana e tyre, po ashtu një pjesë tjetër mbajnë edhe pankarta në duar me mesazhe të ndryshme, ndërsa si që kemi theksuar edhe më herët, kërkesa e tyre e panegociueshme është ndërheqja e kreut të qeverisë zotit Edi Rama. E qartë, jemi me pamje të drejta, mentor ky është sheshi modeste, prania deri tani. Data 20 se i bie. Po, është dita e 52 e protestës. Ka kaluar dhe ka nisur në 31 maj dhe vazhdojnë ende. Jemi në 21 korrik. Thash edhe një herë, unë jam i surprizuar sepse ne ishim mësuar me protesta për të cilat punohej 50 ditë për të organizuar një protestë që zgjaste 2 orë. E vërtet. Dhe tani jemi në një protestë që ka 52 ditë që zgjat, që s'ka ndodhur asnjëherë, duke përfshirë edhe
pikun e verës. Megjithatë, vazhdoj të mendoj që protesta Ka simbolikë, sa po pam një kuror mbret pa popullin, është mbret pa kuror, është një simbolik asociohet. Vazhdojnë, ka përpjekje për të mbajtur gjallë atë komunikimin përmes memeve pikante, sepse ajo që e dalloi për një herë dhe e shndroi protestën në një lloj vale të madhe, një lloj trendi qytetar. Ishte edhe ironia therse. Sepse janë 25 vjeçar, pavarësisht se ne këtu shohim dhe moshë të tretë shumë, por ideja dhe truri ishin të rinj. Ishte kjo gjenerata e fundit e cila komunikon me gjuhën e vet, koncize. Kam përshtypjen se prodhuesit e banerave dhe të pankartave janë një rreth më i ngushtë se sa gjithë ata që E kuptoj. Megjithatë pritet për tu parë se si do të vazhdoj protesta. Jemi me pamje drejt për drejta, do të kemi përsëri një komunikim më teshëm kur të nisë marshimi. Kthehem në bisedë. Partia Demokratike. Jo, ishim në një pikë interesante që mbetëm pa e zhvilluar, që kishte të bënte me dyshimet, konspiracionet, kush organizon. Mund t'jenë miq apo ish miq të Ramës, edhe kjo ekziston. Unë thash pak më parë që Rama është ai që i pari që di më mirë se kushdo këtë situatë dhe për këtë arsye ai është edhe i paqet, edhe deri diku i qet. Në hapat e parë pati një përpjekje për ta çorganizuar protestën duke i quajtur veglat të grekëve, veglat të serbëve, veglat të Iranit, jo antishqiptar, jo për që duan të dëmtojnë turizmin, dhe kishte edhe nga këto historirat që ndark thoshin duan të dëmtojnë turizmin mëngjes pastaj qeveria vet postonte foto me turistë, thoshte turistët lum. Pra nga gjitha këto historitë, por pati edhe deklarata të tipit që të bëra nga vetë Rama, që Shqipëria është viktim e kësaj lufte hibride. Ne jemi sheshi i një beteje ku ndeshën armiq të mëdhenj politik që s'kan lidhje me Shqipërinë. Dhe ajo që të çon në një deduksion është që armiqt që po ndeshën në një tokë neutrale, në një fushë neutrale si Shqipëria, nuk është Irani me Shtetet e Bashkuara, por është George Soros me Donald Trumpin. Tani, se ku fillon njëri e ku fillon tjetri dhe kush është pas kësaj dhe pas asaj, këto mbeten për të parë, por përgjithsisht janë çështje që nuk dalin asnjëherë në sipërfaqe vetëm kur shkruhet historia më vonë. Por thash, vetë Rama e di nga fjalia e parë tek e fundit, nga pankarta e parë tek e fundit, se kush është autori. Ai e kupton shumë mirë edhe nga ndjeshmëria e mediave të huaja, nga komunikimet e mediave të huaja, nga mënyra se si mediat e huaja mbritën në Tiranë, vëmendja e tjerë. Unë kam patur një debat me një deputet socialist, i cili vazhdonte këmbgulte dhe bërtisë që thoshte Irani, dhe i bëra vetëm një pyetje. Si është mundur që është Irani pas këtyre protestave dhe mediat më të mëdha britanike dhe amerikane i japin zë edhe duke transmetuar live protestat nga Tirana. Pas nxjerrjes së këtyre teorive, edhe vetë qeverisë i ra argumenti që pas këtyre protestave është Irani, sepse normalisht mediat e mëdha të tipit CNN apo Reuters absolutisht informohen se çfarë ndodh në këto skenare. Absolutisht, ato janë agjenci, sidomos agjencitë po kanë komunikimet e tyre me qeveritë, me shtetet dhe me shërbimet. Referencat ndërkombëtarisht të njohura Reuters, APTN, Associated Press, që nuk absolutisht që i kanë dhënë zë kësaj proteste. Njeriu që e lexon më mirë të gjitha kodet e mesazhet e kësaj proteste është vetë Edi Rama, atje e the. Por unë doja të mbetem pak te Partia Demokratike, sepse kjo protesti mori autorsinë e opozitës, le të themi, nuk Partia Demokratike është dorëjashtë krejtësisht tashmë si opozita që nxit dhe frymëzon njerëzit, një ristrukturim të kupolës së saj drejtuese, në fakt ripërtëritje apo ripërsëritje apo rindërtim, rizhvillim, nuk e di, se këta duan rilindje njëra palë, ripërtëritje tjetra, nuk e di. Po të pyesësh Berishën, sot Berisha është i lumtur për protestën, sepse protesta i shpëtoi demokratët nga një përpjekje e sforcuar për të mbajtur në këmbë një agjendë
protestash të veta, të cilat shkuan në një pikë ku nuk po ecnin më. Nuk ishte më kuptim as vetë protesta, e reduktuar në numër, në kaos, duke mbledhur një grup njerëzish në mënyrë të sforcuar, dhe tërheqja do të ishte një kosto politike. Doli në sken protesta qytetare dhe Partia Demokratike e shojnë në mënyrë të paqët dhe të qetë protestën e vetë. Ajo që do duhet të ndodhë në këto kushte, është që Partia Demokratike t'i bëhej krah protestës politikisht në parlament. Por çuditërisht, në pikun e protestës, Partia Demokratike gjeti të largohet nga seancat parlamentare. Ishte lidhja aty? Aty kishte një çuditë jashtëzakonshme, ndërkohë që në rrugë protestonin nuk ka rëndësi 50.000 apo 5.000 qytetarë, zëri tyre duhet përçojnë në parlament dhe një opozit në parlament do duhet të trazonte ujërat politike, të prodhonte krizat politike për të përgjigjur asaj qasjeje që po kërkohej në rrugë. Partia Demokratike gjeti të iki, nuk e kuptoi, por mendoj që kthimi i saj nuk ishte vullneti i Sali Berishës, por ishte vullneti një grupi deputetësh të cilët ishin gati ta braktisnin vendimin e Berishës dhe të ktheheshin në parlament. Kjo gjë nuk do t'i bënte në mënyrë absolute mirë, dhe Berisha do dërua të rikthehet në parlament, dhe sot ai vazhdon të jetë një aktor i rëndësishëm politik, sepse çfarëdo që të ndodhë në rrugë bëhet protesta, politika të bëhet në parlament. E kuptoj, megjithatë ky parlament i cili anatemohet protestuesit nuk do të nduar rrezimin e qeverisë, natyrisht ndryshimin e parlamentit e tjerë, ka dy reforma shumë të rëndësishme në dorë, të cilat, hartimi të cilave mund të çojë edhe në ndryshime. Është reforma territoriale, do diskutohet të njëjtën dhe mund të ketë një propozim ndoshta për një seancë ekstra për reformën territoriale dhe reforma zgjedhore që do të përfundojë në nëntor, në fund tetorit ndoshta. Mendon që ky parlament këto dy reforma do të ketë një produkt afatgjatë cilësor apo do të jetë përsëri ajo që do t'ju interesojë dy palëve? Këtu është, besoj, është gjithë thembra e Akilit. Protesta ishte dhe është një energji e jashtëzakonshme njerëzore, por protesta që në fillim nuk arriti të prodhojë mendim politik, apo më saktë nuk arriti të tërheq apo të lejoj të vinte një mendim politik. Në momenti kur kjo protest, pas mbi 2-3 javë që lëshoheshin mira njerëz në rrugë, prodhoi të parin dokument, që ishte një listë me kërkesa drejtuar qeverisë, për fat keq, nga një dokument që do duhej të shërbente si manifest politik i këtyre qytetarëve, përfundoi një copë letër e shkruar në pllakat e trotuarit para kryeministrisë, ku kishte kërkesa tërësisht të panevojshme, të artikuluara keq, dhe ajo që nuk duhej, që nuk bëri dot ishte të përcaktonte një objektiv të vetëm. Kjo protestë nuk ka nevojë të kërkojë rritje pensionesh, lek për ilaçe apo subvencionet e fermerëve. Këto janë çështje qeverisëse. Kjo protestë do duhet të bënte një dhe vetëm një gjë. Presionin mbi qeverinë për të dorëhequr dhe presionin mbi klasën politike për të ndryshuar rrënjësisht sistemin zgjedhor. Kryeministri nuk zgjidhet në bulevard, as presidenti dhe as ministrat. Në bulevard bëhet vetëm presioni mbi qeverinë. Çdo ndryshim do të vijë përmes rrugëve kushtetuese, do të kalojë në parlament, dhe gjëja që mund të bënte dhe mund të bëjë protesta është të rrisi këtë presion, thash, mbi politikën, në mënyrë që qytetarëve t'u kthehet vota si instrument përmes të cilës qytetarët zgjedhin dhe shkarkojnë qeverinë. Pse po vuajnë sot shqiptarët? Vuajnë sepse nuk e përdorin dot votën për të shkarkuar qeverinë, se qeveria e ka vënë në kontroll sistemin. Dhe atëherë, gjëja që do të bësh të çlirohet sistemi. Të gjitha të tjerat zgjidhen më pas, i zgjidh vota e lirë. Mendon që trysnia e kësaj proteste, e cila pavarësisht se Rama ka numrat në parlament, PD-ja vërtet e do protestën, por mund të ndjehet shumë mirë që Rama vjet në presion dhe mund të lëshoj për ata çfarë kërkojnë. Në fakt, kjo protest po i delegitimon dhe duan s'duan do të shkojnë drejt një ndryshimi, apo ti mendon që do ta mbajnë deri në fund atë pushtet që kanë? Kjo qeveri, padyshim që është legjitime në aspektin kushtetues. Është njohur ndërkombëtarisht. Ka 84 mandate, është zgjedhur, është njohur, është e fuqishme në parlament,
por për mua moralisht ka rënë. Derisa ministra, deputetët nuk ecin do të lirë në rrugë, sepse ndjen të fyer, të ndjen të bullizuar, jo për shkak të agresivitetit shoqërisë, por për shkak sepse janë delegjitimuar nga ana morale. Me gjithçka ka dalë në sipërfaqe, me gjithçka thuhet, dhe në fund unë mendoj që politika nuk e marr këmbë vetëm numri i mandateve. Një qeveri nuk e marr këmbë vetëm numri i mandateve. Ka qeveri që kanë rënë, iku qeveria britanike, hyri kryeministri i ri dje në detyrë dhe kryeministri tjetër iku vetëm sepse humbi zgjedhjet në Middlesbrough, një qytet periferik në veri të Anglisë. Ndaj, më mendoj që morali është shumë më i fuqishëm dhe më i rëndësishëm se sa kushtetueshmëria. Në këtë aspekt, qeveria ka psuar një goditje absolutisht shumë të madhe. Kjo është reflektuar edhe në parlament me nervozizmin, me një lloj edhe ndarjeje brenda Partisë Socialiste, ku një grup janë pozicionuar agresivisht kundër protestës dhe pranë rrethit të Ramës, dhe një pjesë tjetër janë thjesht në heshtje, nuk janë bashkuar apo nuk kanë reflektuar asgjë tjetër, por kanë preferuar të jenë neutral. Gjitha kjo dëshmon që nuk janë gjërat tërësisht normale brenda mazhorancës. E qartë. Presim dhe shohim çfarë do të prodhojë premtja. Mentorun të falenderoj shumë që ishe këtu. Je gjithmonë i mirëpritur. Javën që vjen po të premtoj që sot, sepse dua që të bëjmë mbylljen e këtij sezoni politik. Po ti jesh në Tiranë, do ta bëjmë së bashku mbylljen sepse ka data të rëndësishme. Akoma s'ka mbaruar korriku dhe të shohim se çfarë do të prodhojë ky korrik. Faleminderit. Isha me